Nga fillimi i këtij procesi me datë 13 janar dhe deri më tani janë rinumëruar rreth 49% apo 1240 vendvotime nga 2557. Pra procesi është përmbyllur plotësisht në 19 komuna dhe kanë mbetur që të rinumërohen rreth 1300 vendvotime të tjera që i takojnë gjithashtu 19 komunave tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke u përpjekur maksimalisht që të përmbyll në një kohë sa më të shpejtë rinumërimin e të gjitha vendvotimeve të mbetura në mënyrë që të procedojë me shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës.